Kjo sandale, kjo këpucë e harnume, është ndër gjanat më të vyshme që kam në shtëpinë time. E kam gjetë para shumë vitesh kur isha tu mbledh kështeja në fshatin e babës tem. Nuk e di se sa dekada i ka, duhet jetë kene noj Kole, Marko, Marie, Adranie, nuk e di as arnon personi që e ka vesh, por për mua është e jashtëzakonshme se si ka mjetu kohës edhe vetë u menoj se sa personave mund t'ju ketë shërbye në jetën e vetë kjo sandale para se me ardhë në dorët e mia. Se di pse më kujton edhe sandalen e Empedoklit. Uroj që të munena me ba një hap të fort prej vitit kaluar në vitin e ri dhe një ashtu si ja kam rrit kjo sandale mu harnu dhe me rezistu kove, t'ja dalim edhe na. Dhe po ashtu uroj që t'arrim me lanë gjurmë dhe të shërbejmë për pasardhësit e saj, pasardhësit tonë, qoftë me formen, me esencen, ose me gjurmë që do t'jena të zot me lanë mas nesh. Krejt si kjo sandale.